Një pyetje interesante, thotë kështu. Selam aleikum. Ta s'ken interesante rishtash. Po, dallon pyetje me pyetje. Thotë kështu pyetja. Selam aleikum, deshta me ta bën një pyetje shkurt. Nëse djali është 20 vjeçar dhe i thot nënës vet se e ke patjetër me pastru, me përgatit, me mhekuros, shtëpinë me pastru, a është në rregull kjo? Wa aleikum salam. I themi këtë djalë ti ki patjetër me pastru nonën, me alat teshat e me bo bukë, me nit gaditur nonës. Ki djalë ka patjetër, jo nona patjetër. Hiç nona, hiç kur një farë obligimi s'ka ndaj djalit të saj. Ka drejt mi thonë, çka dush ban, vet lau, veç për lau, vet ban bukë, çka dush ban. Pse nona shqiptare, nona muslimane, është non kuptimin e plot të fjalës që ka mëshirë dhe dashurinë ndaj vllatit, s'do me thonë se e ka obligim me lash për la dhe minet gaditun djalit të saj. Përkundrazi, djali i saj e ka obligim me shërbi nonën e vet. Ajo ka drejt mi thonën, unë e pisat nuk bëj as buk, as nuk të laj, as kur gjo, ti ke obligim me bë bukën, edhe ajo ka obligim fars, nëse si ban buk hin gjëna. Ti dush me milat teshat, ki du të me alat teshat dhe e ka farz obligim me alat nonës teshat. Dhe hin gjëna nëse se alat nonës teshat. Pak ma shqip ta kalë qekat. Allahu Azza wa Jall thot, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu Azza wa Jall e ka bë obligim mos me adhuru askën tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Dhe me qenë bamirës ndaj prindërve tonë. Askund nuk shkruan se nona e ka obligim me qenë bamirës ndaj fëmijës saj, djalit saj apo vajzës saj. Andaj shenjë e kiametit është kur nona ka me lind mbretneshën e vet, kur vajza do të kërkojë prej nonës, nona ta shërbeje vajzën. Kjo është shenjë e kiametit, se esenca është vajza dhe djali me shërbin nonën. Ajo me qenë mbretnesh, i ka lind, i ka nxjerr selamet, çdo ato janë botë zot me punu, ajo duhet me ndejt, këto duhet me punu për nonën. Jo nona me punu e ato do të me përcjell statuset edhe lajkat e dunjos. Fatkeqësisht që është duke ndodh. Këtë në telefon. Dhe kjo padrejtësi është duke u bën ndaj shumë nonave tona. Allah na falë, na përmirësoft. Amin. Që nona mu shiku me syrin sikur me qenë ajo shërbetore e shtëpisë. Ajo është mbretnesha e shtëpisë dhe gjithë shtëpia duhet t'i shërbejnë asaj. Na kemi një keq kuptim edhe fetar edhe edukativ në shoqërinë tonë. Sa që merr guximin fëmiu do të thotë djali me pyet se nona hin gjuna pse s'milon mu teshat edhe s'm ban bukë edhe s'm rin gaditu. Ku ka kjo? Po. Përkundrazi, ti hin gjuna pse nonës nuk i rin gaditu, si alan teshat si bën bukë edhe nuk e shërben nonën tënde. Mos ta keq përdor me bamirësinë e nonave tona, atë mëshirën që Allahu a ka mbjell. Dhe të vetëdijsojmë dhe të përmirësojmë dhe ta ndryshojmë qasjen ndaj nonës. Mos ta shikojmë atë si shërbetor, ta shikojmë si mbretnesh, se gjithë na e kemi obligim asaj me shërbi. Jo ajo gjithë neve me na shërbi. Edhe këto vajza që sot e bëjnë këtë gabim, nesër ato kanë mu bë nona, alo mazi do t'u bëjnë. Vajza dhe djem, se pyetja është për djalë. Edhe për djem edhe për vajza. Edhe për djem vlen e njëjtë edhe për vajza. 20 vjeçar, domethënë. Po. Veçaj mi thon nonës ballmo ti 20 vjet nuk e kshit pisotën aton, ky herifi do thot madje do me gjet fetfa me shtin nonën edhe në gjunasht. Dhe nëse do me bë me shtin punë nonën, do me shtin edhe në fund pustit nonën, gjuna do ta shtije. Allah o zofte për mirësoftat.